ideja që t'jemi të butë në davet, si ide, është ajet kuranor, është këshill hynore. Mirë po, kjo ide nuk do me thonë me hesht në sfjegimin e tauhidit dhe shirku dhe kufrit. Kjo nuk do me thonë me i po njerëzit duke i bo shirkë Allah dhe ti mos me o tërheq vërejtje. Kjo nuk do me thonë mos me punu me prioritetin davet. Kjo nuk do me thonë me lanë punën e parë, temelin, bazën, dhe me shku me folë për degë të islamit, për të cilat duhet me folë. Mirë po në davet, duhet me punue me atë që ka punu pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Me punët prioritare, me atë të cilën Allah i dërgoj pejgambert e ti. Pra, Allahu Gjelle Gjelaluhu, kur e këshillon Musajn a.s. edhe Harun a.s. edhe në ajete tjera pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe pejgamber tjerë të Allah subhanahu wa taala që të jenë të butë, të sjellshëm, të edukuar, me moral të lartë gjatë davetit, nuk e ka për qëllim me ja u bë qefin ignorantëve. Nuk e ka për qëllim me u përshtat ignorantëve. Nuk e ka për qëllim me lëshu pak prej parimit për hir të tërheqjes së zemrave të tyre. Kur na shohim sot se pjesa dërmuese e njerëzve i ka kaplu kjo pandemi. I ka kaplu kjo pandemi. Qysh e cekëm javën e kaluar. Gjithsesi mundohen që Islamin t'ja përshtatin atyre. Islamin duhet me sfjegu çish ka thënë Allahu dhe pejgamberi. Kjo është puna jonë. Allahu Gjelle Gjelaluhu nuk i ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shfaqe atë e cila është e përshtatshme për ata. Shfaqe atë e cila u ban qefin atyre. U shkon pak për hatri atyre. S'ka thonë shfaqe atë me të cilën kemi urrujt prej keqës të tyre. S'ka thonë shfaqe atë me të cilën ti kemi u bë të bukur Islamin në zemrat e tyre që ata pranojnë Islamin. S'ka thonë kështu Allahu Gjelle Gjelaluhu. Ka thonë fasda bima tu'mar. Shfaqe atë të cilën të kena urdhëruar na. Çkaq. Dhe punë tjera janë të Allahu Gjelle Gjelaluhu. Dhe na nuk kena hise në punë të tjera. E shumë për njerëzve sot mundohen me ju dhënë diçka njerëzve, edhe pse është ndaluar, me ju dhënë diçka njerëzve që ti tërheqin. Nuk dihet ajo. Në qoftë se ti lëshon diçka, në qoftë se ti i përshtyshka me ardh, subhanallah. Ky është imam i madh muslimanëve, subhanallah. Fa kuptimi ka dhënë Allahu Gjelle Gjelaluhu. Thot Allahu, çka mor vazhdim. Thot Allahu subhanahu wa taala ja ka garantuar pejgamberit se nëse ti i përshtatesh, edhe ata kanë të përshtat. Nëse ti ngon pak, ata kanë të dëgjue. Thot megjithatë e ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala. Thot çka thu ti për një person i cili don më u përshtat, ama nuk e din ata çish kanë ja kthy mësne.